1058 në zonës të klaseve të nënta në komunën e Gjakovës me 27 qershor 2025 do të nënshtrohen testit të arritshmërisë. Nxënësit do të shpërndahen në 7 qendra të organizuara për këtë stim. Kështu bëri të ditur Dugaxhin Ademi, zyrtar i lartë në arsimin e mesëm të ulët në drejtorinë komunale të arsimit në Gjakovë. Testi i arritshmërisë këtë vit do të mbahet me datën 27 gjartë 2025 në një afat ku në Gjakovë do të nënshtrohen do të thotë 1058 nxënës të klasëve të nënta. Ne kemi organizuar në 7 qendra, do të thotë, këta nxënës do të shpërndahen në 7 qendra, zari jemi koordinim me Ministrinë e Arsimit, Ministria e Arsimit do të përpilon testin, testi do të mbahet me 100 pyetje, do të përmbahen 100 pyetje, do të thotë, edhe do të jenë lënë bazë të gjuhë shqipe, matematikë, fizikë, kimi, biologji e tjera tjera. Ademi gjithashtu tha se testi këtë vit do të përmbajë 100 pyetje. Jo, sa i përket testimit nuk kemi ndryshim, faktikisht ndryshimi është vetëm që e kanë bërë këtë vit në një afat, do të thotë. Afati është vetëm një ditë, testi përmban 100 pyetje. Testi është përpiluar nga Ministria e Arsimit dhe se gjithçka është në përputhje me udhëzimet e saj, tha zyrtari Ademi. Po faktikisht ata kanë përpiluar këtë formë, kanë parapo më mirë dhe besoj që në domenin e tyre sa është vlerësimi i jashtëm edhe harton Ministria e Arsimit, kështu që është në përputhshmëri çdo gjë me Ministrinë e Arsimit, kështu që nuk ka ndonjë problem ose të lashën këtë drejtim. Organizimi i këtij testi synon të vlerësojë nivelin e njohurive të nxënësve dhe të u ndihmojë atyre në përgatitjen për shkollimin e mëtejme.